Well, thank you very much. We are here to share some conclusions of this special day. And I have the honor to Dhe unë kam nderin që jam këtu përpara jush me kryeministren e Danimarkës, si edhe një mikesh shumë të mirë, timen Mette Frederiksen, e cila po merr stafetën nga Tirana dhe do ta çojë atë në Copenhagen, pasi ai është qyteti I radhës ku do të organizohet samiti I radhës I Komunitetit Politik Evropian. We have come together 54 leaders, EU. U mblodën bashk 54 udhëheqës, njësoj antar të Bashkimit Evropian e jo antar. Important, very intense, and I would say very për të zhvilluar open një discussion. Diskutim të rëndësishëm, intensiv dhe do të thoja mjaft të hapur për një Evropë të re në një botë të re që ishte edhe titulli kryesor I këtij samiti. And it is really with great satisfaction that I acknowledge Kam vërtet kënaqësi që today in Tirana të them që qysh prej fillimit, sot në Tiranë, kemi një përkushtim të ri për të rritur ndaj kontinentit ton e qytetarëve tan. Very strongly together the values për t'i mbajtur fort bashk vlerat e parimet që udhëheqin shoqëritë tona. Për të bërë gjithçka kemi të mundur për të mbrojtur vlerat dhe parimet tona të mishëruara në shoqëritë tona, duke mbrojtur vendet tona, duke mbrojtur qytetarët tanë dhe duke mbrojtur të ardhmen e Europës. Ndërkohë, diskutuam edhe si do të ecim më tej, e diskutuam për të investuar më shumë në inovacion, për të investuar më shumë në ato fusha të Europës që I përkasin këtij komuniteti politik dhe në ato vende të cilat nuk I përkasin ende Bashkimit Evropian ose që nuk do t'i përkasin ndonjëherë. Mendoj që dita ka qenë e frutshme, patëm një sër tryezash të rrumbullakta me një sër temash diskutimi dhe në fund pati përfundime shumë interesante të cilat do të çohen më tej nga danezët dhe ndërkohë vendosëm që do të kemi një skuadër bashkërenduese të KPS në kujdesin e zyrës së presidentit të Këshillit Evropian. Pak a shumë, kjo është një sintezë shumë e përgjithshme e asaj çfarë bëm sot, duke u përballur me faktin që së bashku përfaqësojmë një treg 600 milionësh, një treg I jashtëzakonshëm me një potencial masiv, e për të cilin na takon të bëjmë atë që duhet për ta shndërruar këtë potencial në rezultate pozitive për njerëzit tanë, për vendet tona, për bashkësinë tonë të vendeve që kanë mendësi të njëjtë. Dua t'ja kaloj fjalën tashmë Metes dhe edhe një herë
nuk do të ndihesha më mirë se kaq duke e ditur që stafeta është në duart e duhura. E pres me padurim që të takohemi së bashku në Kopenhag duke marrë prej këtej. Faleminderit Mete. Faleminderit shumë Edi dhe faleminderit për të gjithë mikpritjen. Vërtet që ka qenë një mikpritje shumë e ngrohtë këtu në Shqipëri sot. Mendoj që në fakt ky forum është vërtet shumë i rëndësishëm për arsye se Europa po përballet me një sër sfidash dhe na duhet ky lloj formati ku ne kemi në këtë rast shtete që nuk janë ende anëtare, por edhe shtete anëtare të VE-s që ulen në tryezën e rrumbullakët dhe diskutojnë çështje të rëndësishme. Ju folët për disa nga këto tematika, ne jemi të gatshëm tashmë të marrim stafetën dhe dëshiroj të theksoj që siguria do të jetë çështja jonë kryesore, pra përparësi pasi jetojmë në një botë shumë të pasigurt. Sot Rusia është një kërcënim i madh, jo vetëm sa i përket Ukrainës, por edhe të gjithëve ne, për shkak të sulmeve kibernetike, keq informimit, dezinformimit dhe ata po përpiqen të shkatrojnë demokracitë tona. Prandaj, riarmatimi i Europës duhet të jetë prioriteti numër 1 i ynë dhe ne në rast se nuk jemi të gatshëm të mbrojmë njëri tjetrin, si mund të ndihmojmë të tjerët. Pra, çështja numër 1 është siguria dhe kjo vlen edhe për Ukrainën. Ata janë angazhuar për një armë pushim 30 ditor pa kushte, por nuk kemi parë sinjale ende nga Rusia, kështu që duhet të nxisim Rusinë duke shtuar më shumë sanksione për t'i dhënë fund luftës. Pra, siguria është çështja numër 1. Dhe siç e thatë edhe ju, ne jemi një treg vërtet i madh. Prandaj konkurrueshmëria e kompanive e firmave tona është e rëndësishme dhe duhet ta lidh këtë me tranzicionin e gjelbër dhe ne duhet t'i japim fund karburantet pra, por gjithashtu dhe gazet dhe hidrokarbureve, naftës pra nga Rusia. Ne duhet patjetër të jemi konkurrent dhe që dhe klientët në gjithë Europën të kenë energji me kosto të ulët dhe të gjelbër. Gjithashtu një temë tjetër shumë e rëndësishme si përparësi është migracioni, përfshirë edhe vendin tim, situata ndryshon nga vendi në vend, por në pjesën tonë të Europës, unë do të thosha që migracioni pothuajse ka qenë pa kontrolluar dhe pasojat tashmë janë të panumërta. Prandaj dëshiroja të theksoja këto 3 çështje kryesore. Unë them që ju keni bërë një punë vërtet shumë të mirë, samiti i sotëm ka qenë shumë i mirë dhe ne jemi gati për të marrë stafetën. Mirë, do t'ju kërkoja mirëkuptimin gazetarëve shqiptar që të lejojnë më së pari gazetarët e ftuar në qoftë se kanë pyetje që t'i bëjnë dhe në qoftë se jo, vazhdojmë pas një diskriminim. Të paktën nuk duket si shqiptar nga distanca. Përshëndetje, unë jam Gregor Malja dhe unë jam përfaqësuesi DBA. Pyetje për të dy kryeministrat. Zonja Frederiksen theksua shumë fort që përparësia numër 1 është siguria dhe një Europë e riarmatosur. Zoti Rama ju theksuat jo këtu, por në deklaratën hapse që armatimi nuk është gjithçka. Pra shoh një lloj dallimi në këndvështrim apo shoh një lloj ndryshimi në mendim? Nuk e di në qoftë se ka. Jemi vende të ndryshme evropiane dhe nuk mendojmë e veprojmë njësoj. Jemi të dy antar të NATO-s dhe jemi për të marrë pjesë në samitin e Hagës. Dhe natyrisht që ne du të angazhohemi edhe më tej në NATO për të shpenzuar më shumë në mënyrë që të jemi në gjendje të riarmatosim të gjithë aleancën brenda një afati të shkurtër kohe. Mendoj që duhet të jemi në gjendje të mbrojmë veten, jo sepse nuk jam transatlantike, por pikërisht sepse jam shumë transatlantike, por me pas sigurinë që po sjell SBA-ja në tryezë, mendoj që është e nevojshme për gjithë Europën që të jetë aftë të mbrojë veten. Nuk mund të luftosh një luftë, nuk mund të fitosh një luftë pa armë, është thjesht e pamundur. Ne kemi, me përvojën që kemi vitet e fundit,
Nëse nuk jemi të gatshëm të mbrojmë vete, nuk jemi të aftë të mbrojmë vete, atëherë jemi shumë të brish. Riarmatimi i Europës për mua është detyra më e rëndësishme. Ma hamendja dhe natyrisht shpresa ime që ky do të jetë përfundimi i samitit të Hagës pas një muaji, që të gjithë do të na duhet të shpenzojmë më shumë për të frenuar dhe për të mbrojtur veten. Jo, nuk është kontradikt, ka thjesht të bëj me theksin. Nuk kam asgjë kundër. Përkundrazi, mbështes plotësisht idenë që Europa duhet të bëj më shumë kur vjen fjala për mbrojtjen e saj dhe duhet të bëj më shumë kur vjen fjala për të investuar në kapacitetet e saj të vetëmbrojtjes. Kjo është afërmendsh, por nga ana tjetër, unë besoj se kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër lidhet me emrin e vet Europës. Europa ka qenë gjithmonë përfaqësuese e disa gjërave që të tjerët i kanë pasur zili dhe mes tyre është aftësia për të parashikuar paqe të përhershme, për ta projektuar atë dhe kapaciteti për të shtyrë në kërkim të paqes edhe të pamundur. Dhe vetë Bashkimi Evropian është produkt praktikisht i një ëndre fëmije. Të cilën ndoshta askush nuk do ta besonte, por ja që ndodhi. Armiq për vdekje u bën aleat strategjik e kështu me radhë. Ndaj besoj që po, na duhet t'i bëjmë të gjitha ato për të cilat është folur për mbrojtjen, por të mos harrojmë po kështu, që na duhet, kemi dhe një shpirt që na duhet ta mbrojmë, jo vetëm territorin, dhe kemi një të ardhme që duhet ta ndërtojmë. Dhe kjo nënkupton që duhet të punojmë në të dyja drejtimet. Dhe natyrisht ka dhe një pikpyetje. Një pyetje që duhet ta bëjmë, se duhet pritur Donald Trumpi që të vinte dhe të merrte në konsiderat armëpushtimin dhe paqen, ndoshta sepse ne ishim shumë të përqendruar dhe mjaft të apasionuar pas një kauze shumë të drejtë, të duhur, por nga ana tjetër humbëm ca terren kur vjen fjala për diplomacin. Për këtë ishte fjala ime. Ishte për Europën ideale që nuk duhet ta humbasim nga syt, se nëse e humbim nga syt, atëherë humbasim diçka që i bën territoret tona më pak me vlerë për të mbrojtur. Ky është mendimi im, por nuk ka asnjë kontradikt këtu, edhe siç e tha Mete, jemi shumë socialistë. Edhe ndoshta nuk jemi socialistët më të mirë, duke qenë se fitojmë zgjedhjet shumë, por ky është këndvështrimi im. Unë nuk jam socialiste, po gjithsesi nuk jeni socialiste, jo jam socialdemokrate. Po çfarë do të thotë kjo? You see, I'm social democrat. Ja, e shihni? Pra jam socialdemokrate. Faleminderit që po na jepni fjalën. Unë jam Andrej nga Reuters. Pyetja e parë për kryeministren Fredriksson. Ju folët për rëndësinë për të rritur trysninë ndaj Rusisë edhe me anën e sanksioneve, por në mënyrë realiste, a mund të bëjmë më shumë Bashkimi Evropian se sa thjesht sanksione ndaj Rusisë pa mbështetjen e SBA-s, dhe a shihni ndonjë shenjë që
Presidenti Donald Trump në fakt është I gatshëm që ta bëjë këtë gjë? Kryeministër Rama, ju sapo përmendët faktin që sapo keni rifituar zgjedhjet, folët edhe për vlerat e Bashkimit Evropian, duke përfshirë këtu edhe demokracinë, por Bashkimi Evropian në fakt kur foli për Shqipërinë ishte në fakt goxha kritike, foli në fakt për faktin që fusha e lojës nuk ishte e barabartë, foli edhe për faktin që pavarësia e medias vazhdon të jetë problematike dhe nuk e di nëse jeni dakord me këto citime dhe çfarë do të bëni ju dhe qeveria juaj për të trajtuar këto çështje ndërkohë që kërkoni të bëheni shtet antar I Bashkimit Evropian. A të filloj unë? Po. Sa u përket sanksioneve, unë mendoj që deri më tash SBA-ja ka qenë shumë e qartë që ajo që I kërkojnë Rusisë është që të bëjnë të njëjtën gjë që po bën edhe Ukraina në tryezë, që të pranojë, të respektojë dhe të gëzojnë pra një armpushim prej 30 ditësh. Ne kemi parë sinjale nga presidenti Trump që SBA-ja është e gatshme që të vendosë më shumë sanksione në tryezë në rast se Rusia nuk është e gatshme që të arrijë marrëveshje dhe deri më tash Rusia nuk ka qenë e gatshme ta bëjë këtë gjë, shpresoj që kjo gjë do të ndryshojë shumë shpejt, po në rast se jo, unë shpresoj që të gjithë aleatët, edhe partnerët nga jugu global, sigurisht në veçanti SBA-ja me të cilën ne punojmë nga afër sa u përket sanksioneve, që ne të gjithë jemi të gatshëm të bëjmë më shumë. Unë do të sugjeroja që ne të shikojmë drejt sistemit bankar, pra sy t'i hedhem drejt sistemit bankar, energjisë, naftës, por edhe flotësie. Faleminderit. Më duhet të them që ajo çfarë cituat janë pak fjali të një deklarate shumë më të gjatë e gjithëpërfshirëse që praktikisht përshëndeti zgjedhjet shqiptare. Dhe ju është referuar akuzave që lidhen me raportin paraprak dhe raportet paraprake hartohen që të kontrollohen më tej e që të ballafaqohen me prova. Kështu që do të thoja që në këtë drejtim zgjedhjet shqiptare janë shprehja e vullnetit të popullit shqiptar 100%, jo 99%. Për pjesën tjetër, çfarëdo që është e nevojshme të përmirësohet, do të duhet të trajtohet s'kas pak dyshim. Këtë kemi bërë zgjedhje pas zgjedhjesh dhe kështu e kemi përmirësuar procesin ton zgjedhor, I cili nuk është ende si në Danimark, por që është shumë më I mirë se ç'ishte dhe është në pajtim me standardet e OSBE-ODIHR-it në lidhje me zgjedhjet e lira e të ndershme. Ndokush tjetër nga të ftuarit? Po? Përshëndetje, jam nga Bloomberg News. Doja t'ju pyesja nëse presidenti Zelenski ju dha ndonjë përditësim për bisedimet me Rusinë dhe nëse theksoi se cilat do t'jenë hapat e mëtejshme që është gati të ndërmarrë sa u takon bisedimeve të paqes. Faleminderit. Do flasësh ti? Jo. Mendoj që ju e takuat më nga afër dhe në seancë, në sesion, pastaj e dëgjuat fjalën e tij. Nuk e di nëse Mete ka diçka tjetër për të shtuar. Unë mendoj që Ukraina është shumë e qartë për mënyrën se si po e trajtojnë situatën, si edhe mesazhet që ato po përçojnë edhe nëpërmjet Europës, që janë të gatshëm për të plotësuar, pra edhe për të respektuar armëpushimin prej 30 ditësh pa kushte. Ka patur disa biseda sot
Dhe do të ketë tashmë disa pengje që do të lirojnë, dhe sigurisht që kjo është pozitive, por gjithsesi pritet që Rusia të kthehet dhe të jetë serioze në tryezë. Këto janë fjalët e mia, me qëra fjala më lejoni ta theksoj këtë gjë. Dhe që sigurisht Ukraina na tha që ndërkohë që ne po përgatisim me shpresën pra që do të kemi një armë pushim, lufta në fakt po vazhdon. Pra, do të ishte shumë e lehtë për Rusin që ta ndalonte luftën, ato thjesht do të ndalonen, por siç e shihni, ato po shtyjnë gjithnjë më shumë Ukrainën. Ukraina ndërkohë do që të mbrohet, kështu që mesazhi nga Ukraina që morëm sot është shumë i ngjashëm me ç'kemi parë më parë, që ju lutem na jepni ato që na nevojiten në mënyrë që ne të mbrohemi nga Rusia, dhe ne jemi të gatshëm ta bëjmë këtë gjë. E kam fjalën për Danimarkën dhe shpresoj shumë që edhe vendet të tjera dhe partnerët të tjerë do të sigurohen që të kenë të gjitha kapacitetet për cilat ata kanë nevojë. Pyetja e fundit nga gazetarës shqiptar. Muhamet Beliu nga Top Channel është një ka pyetje për të dy kryeministrat. A mund të ndani me ne se çfarë u diskutua sot në samit lidhur me procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor, sidomos lidhur me Shqipërinë, sepse ashtu siç ka thënë dhe kryeministri Rama, kemi pritur për një kohë të gjatë për martesën me Bashkimin Evropian. Faleminderit. Nuk u martuam sot. Jo, por shpresoj që po ecim përpara dhe që të gjithë ne kuptojmë që kjo është një detyrë vërtet shumë e rëndësishme, që do të thotë që procesi i zgjerimit duhet të vazhdojë. Dhe siç e thatë edhe ju, disa vende kanë bërë një punë vërtet shumë të mirë. Kështu që nga këndvështrimi evropian, ne duhet të jemi të gjithë bashkë dhe në këtë detyrë në fakt mund edhe të zgjerohemi, por që sigurisht ky proces do duhet varet nga meritokracia dhe shpresojmë shumë që gjatë presidencës tonë do të marrim disa hapa të tjerë. Nuk ishte pjesë e rendit të ditës sot, po të gjitha kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo çështje, si edhe të gjitha përpjekjet që janë bërë. Ky format nuk ka të bëjë me zgjerimin e PES apo me procesin e antarësimit, por ju dëgjuat dje presidentin e Këshillit Evropian, i cili shpjegoi gjatë e gjerë se ku jemi, çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë është gati të bëjë Bashkimi Evropian. Por ne duhet të bëjmë atë që na takon dhe pastaj mund të kërkojmë atyre të bëjnë atë çfarë u takon të bëjnë. Ashtu siç e tha Mete, është e bazuar në merit dhe mbështetet në të gjithë procesin që është i mirë përcaktuar me një metodologji mjaft të qartë, me grup kapituj e kapituj, të cilat ndjekin njëri tjetrit. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme për ne është që kemi një sfidë në tryezë, kemi një agjendë mjaft ambicioze për të përmbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Mendojmë që mund ta bëjmë dhe që dhe Komisioni Evropian është krahnesh për të na ndihmuar, shtetet anëtare janë për të na bashkuar dhe për të siguruar që gjithçka mbështetet në rezultate dhe pastaj do të shohim. Por ky moment në kohë është fantastik për zgjerimin, për Bashkimin e Europës, dhe na duhet të përfitojmë nga ky moment dhe të shkojmë më tej. Dhe jam shumë i lumtur që ka një ndjesi të përgjithshme që Shqipëria po ecën shumë mirë. Por me këta duhet të arrish rezultate shumë të mira çdo ditë. Nuk është se mund të arrish rezultate të mira dhe të rish pastaj duar kryq. Duhet ta bëjmë çdo ditë dhe jemi të përkushtuar që ta bëjmë një gjë të tillë. Kështu që ju falenderoj shumë dhe edhe një herë falenderoj
kryeministren e Danimarkës që u tregua kaq e sjellshme dhe qëndroi e gjeti kohë që tu përgjigjej pyetjeve. Tashmë ju kërkoj leje që ta shoqëroj një mike kaq të veçantë e cila do të kthehet në shtëpi. Do të shihemi shumë shpejt, flas për gazetarët e tjerë shqiptar dhe mos u shqetësoni, do të jem shumë i hapur për t'ju përgjigjur pyetjeve. Nesër këtu kemi një eveniment fantastik, një forum të shkëlqyer investimesh me një numër të madh investuesi shumë të shquar që vinë nga lindja e mesme, nga Europa, nga Amerika dhe do të jetë një tjetër ditë e shkëlqyer për Tiranën dhe për Shqipërinë. Dhe nesër jam i sigurt që pasi kryeministri britanik të largohet nga vendi do të kthehet dielli. Faleminderit.